Shqiptarët janë popull në fakt futen te këto popull që kanë shumë probleme me përmasat e tyre të organeve gjinitale. Besoj se shqiptarët janë në top 5 në botë, domethënë e kupton ti po, në ato të dhënat që kemi. Top 5. Domethënë jemi në ka ca të dhëna që qarkullojnë dhe jemi në do thoja në nivele të larta, domethënë tonë anatomike. Top 5 që shqiptarët dhe përgjithësi me të zona në mesdhe është anatomikisht domethënë tonë ti nuk kemi kështu hallë. Nuk kemi. Sigurisht do dëgjojmë me thënë tonë ti pacient ose pacientë të cilat mund të thonë të kundërtën domethënë. Raste sporadike tani sporadike por kemi të dhëna domethënë tonë ti që realisht anatomikisht ka njerëz që lindin me këmish, ka njerëz që sigurisht ky është një diskutim që të rreq, po kemi raste që vinë dhe kërkojnë të zgjidhin problematika të tilla. Nuk është realisht ky është hall sepse edhe në studime thuhet që mund të ndikojë shumë në psikologjinë e një mashkulli, në vetbesimin e tij, dhe unë nëpërmjet pyetjeve të mia ndoshta pak ngacmuese dua të informojmë audiencën që mos shkojnë te këto website që thon blini këtë kremin. Nuk ka krem. Për një muaj ju jeni plus 10 cm. Nuk ka krem dhe është mirë të informojnë.